Për të folur mbi protestën që po zhvillohet në Tiranë si dhe disa kërkesa të protestuesve ndaj kryeministrit Edi Rama, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Zaçi Islami. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Dhe unë ju falenderit juve për ftesën dhe për interesimin e jashtëzakonshëm që tregoni dhe kujdesin për ta pasqyruar sakt të protestë ballkontare të pashëmbull deri sot në historinë e Shqipërisë. Zoti Islami, pikë së pari duhet ta nis me një mendim lidhur me akuzat që kanë ardhur ndaj Dritan Goxhait, I cili lexoi dhe kërkesat e protestuesve ndaj kryeministrit. Si I cilësoni këta akuza? Në radhë parë, unë desha të them diçka që e kam jetuar dhe e kam kaluar vetë. Unë dola 2 herë në mikrofonin e protestës dhe fola për ato probleme dhe për ato situatë që është krijuar në Republikën e Shqipërisë mbas marrjes së pushtetit nga komunisti I pakthyeshëm I shumë agjenturave Edi Rama. Antikombëtar I deklaruar, I zbuluar 100% ashtu në sytë e opinionit publik, por që mbahet akoma në pushtet nëpërmjet ndihmës që I japin antishqiptarët kudo që janë në botë. Unë I dëgjova ato pikat që kanë ngritur këta që diskutoi dje dhe që I shpalli dje Dritan Goxhaj. Nuk do të flas për Dritarin sepse kam konflikt interesi, e kam njeriun tim. E kam nip djanin e fshirë dytë. Por do flas në lidhje me pikat. Zotri, unë jam personi që mbasi fola herën e tretë në protest në mikrofon, ma pren mikrofon, ma hoqën fjalën përgjysmë, ma ndalon fjalën përgjysmë dhe më thanë nuk do të flasësh më, ti nuk do të flasësh më në protest. Arsyeja, siç ma thanë, ishte që kam moshe vjetër, jo, që kam kështu, je person publik, më tha Andi Tepelena. Nuk duhet të flasësh, që tha je person publik, tha. Më tha, personalisht, nuk është se flas me llafe lart e poshtë. Një arsye tim që mendoj të gjithë qytetarët shqiptar që ndjekin intervistën time në kanalin tuaj, e vlerësojnë dhe e gjykojnë si diçka pa tru, pa logjik. Thjesht që nga që s'kishte të thoshe, sepse nuk mund të thoshe të vërtetën. Dhe cila është e vërteta e ndalesës time? E vërteta e ndalesës time ishte sepse unë denoncova marrëveshjen e Izraelit me Edi Rama. Dhe nga I moment ata bile ma bën me dorë, më thanë që mos ashtuve Izraelin, dhe fakti që nuk më ndaluan më të flisja atje, tregon që ata nuk duan dhe nuk deshen që në hartimin e atyre pikave që I lexuan dje, të mirënin dhe mendimin tonë. Nuk jam vetëm unë që duhet të jepja mendim, ka shumë burra dhe abdetar të tjerë që e kanë thënë mendimin e tyre, ka shumë diplomat, pedagog, jurist, që kanë shprehur mendimet e tyre lidhur me protestën, por që ky I ashtu quajtur I forumit I hartimit të këtyre 5 pikave I ka eliminuar në mënyrën më të ashpër. Unë nuk fola, nuk për athirje, as për luftë, as për armë, dola dhe thash mendimi tim për zgjidhjen e problemit. Avokat. Nuk duan të zgjidhin problemin, nuk duan të zgjidhin problemin, duan me çdo kusht të mbetet e tjera ajo Partia Komuniste e Punës e Socialiste Shqiptare, që një parti deri më sot janë komunistë shqiptarë, ata që po e bëjnë, po e sjellin këtë katrahur në Shqipëri. Dhe besoj që shumë shpejt do ta marrin përgjigjen ashtu siç e meritojnë. Avokat, kam një pyetje lidhur me akuzat që zoti Rama bëri për Dritan Goxhain, duke publikuar një dokument
ku sipas ti thuaj që Goxha kur ishte në luftë iku nga lufta. Pra si gjykoni këto akuzat të zotit Rama ndaj Dritan Goxhit? Që të ketë ikur Dritan Goxha nga lufta është pamundur, është pa menduar. Po këto janë akuzat e një spiuni që Isajon ja japin të tjerë në fakt ato akuzat, ja japin të tjerë, nuk i ka të tjerë. Po Dritan Goxha zotëri ka qenë në luftë, ka sakrifikuar bashkë me teatrin. Nuk flas më tepër për këtë çështje sepse kam konflikt interese, siç ta thash, e kam njeriu tim. Por që ta akuzoj Rama, do të thotë që kanë në pozita me të vërtetë të shkëlqyera. Avokat, si shpjegon që nga njëra anë akuzohet zoti Goxha si agent i Iranit dhe ai lexon kërkesat e po themi të protestuesve ndaj kryeministrit Rama, e nga ana tjetër ty s'të lën me fol se je po themi kundër Izraelit. E the vet, doli fare pas në doli. Pra Edi Rama dëgjoj. Dritani nuk më pengoj mua, se si që Dritani kur më penguan ata për të folur mua. Ishin këta, ishte ky Andi Tepelena, ishte Nik Progni, ishte një tjetër që ka qenë kandidat për deputet me Lapaj, se ka se nuk ka di emra të tërve, dhe nuk ishte Dritani që të më pengon të mua të flisja. Kështu që ato që thot Edi Rama janë spion të Iran, punon për spionazhin e Iranit, këto në fakt është akuzë izraelite. Është Edi Ramës. Është Izraeli ai që i akuzon qytetarët shqiptar dhe patriotët shqiptar për agent të Iranit. Por duhet thënë ajo që ta marrë vesh izraelitët, ta marrë vesh ambasadorja e Izraelit këtu, se kam shumë për të thënë për atë, po mbarojmë me këtë çështje. Ta marrin vesh mirë që as Dritani, as babai Dritanit dhe as kush tjetër nuk është agent i Iranit në Shqipëri, sepse s'kan pse të ketë agentur Irani në Shqipëri. Iranin e ka armik Izraeli, zotëri, nuk e kemi neve armik. Me popullin iranian kemi pasur marrëdhënie historikisht të shkëlqyera, qindra vjeçare, shekullore, dhe ishin izraelitët ata që e detyruan atë Edi Rama të ndërpres marrëdhënie diplomatike me Izraelin, një veprim antikombëtar shqiptar, kundër interesave kombëtare tona. Ne s'kemi që të prodhojmë armiq kur s'kemi armiq. Por ishte e futi Izraeli me urdhër Edi Ramën i tha për marrëdhënie diplomatike me Iranin. Dhe po u them, sa të qërohet Edi Rama nga pushteti, ne do t'i rivendosim marrëdhënie diplomatike me Iranin, sepse është një popull mik, një popull i lidhur me ne tradicionalisht. Problemi është më i thellë dhe më i rëndë. Problemi është lufta që i bën Izraeli të gjithë popujve musliman. Qofshin këta shqiptar, bosnjak, arab, çfarëdo që t'jenë. Izraeli po mbyt gazën në gjak dhe del ambasadorja e Izraelit dhe na akuzon neve që s'dash kemi asnjë tona. Ajo zonjë, i them zonjë për edukat diplomatike, kulturore, se nuk është zonjë. Ajo duhet të shpallet non grata një orën përpara në Shqipëri. Ku që thot ajo shqiptar nuk duan nënat e tyre? Po ti moj zonjë duhet ta mësosh historinë e të parëve të tu, që kur të kërkonin me qiri Gjermanët në Shqipëri edhe në gjithë Evropën, ne i ruajtëm dhe i mbështetëm dhe i strehuam, i ushqyem, i mbajtëm në shtëpitë tona, në vatrat tona, të gjithë qifutët që kishin hyrë në Shqipëri. Dhe nuk u dorëzua asnjë qifut tek Gjermanët. Dhe ti, zonjë, ti ke paturpsinë dhe thua nuk duam ne as nënat tona, ku t'ja thua këto? Ti duhet të ikësh një orë përpara nga Shqipëria, zonjë. Ti duhet të shpallesh non grata si armike e betuar e këtij vendi. Ti duhet të shpallesh si një agente e nivelit më të ulët, që organizove ta shquajturin heqje të flamurit. Ti, kush ha hoqi flamurin?
Video tani tregojnë që personi që ka dalë dhe që më mora vesh quhet Eva Pango, nuk e di sa është e vërtet, në media dëgjova, doli nga ambasada jote, hoqi flamuri dhe u fut prapë brenda. Pra, ku t'ja thua ti ato, çka këto provokime të vështira që bën. Ndaj duhet të zhdukesh një orë përpara nga Shqipëria. Besoni që këto protesta në këtë lloj forme që po zhvillohen, pra të paqta, do rrëzojnë Edi Ramën apo ka nevojë për zhvillim tjetër, po themi që të bëhen në çdo qytet, të bllokojnë institucionet, mosbindje civile, se edhe opozita ka hedhur ide për mosbindje civile. Jeni dakord për këtë lloj, po themi, ekstremit protestave, apo nëse mblidhe 1 milion shqiptar në Tiranë edhe në mënyrë të paqshme mund ta rrëzojnë Edi Ramën? Nuk e keni Edi Rama në mënyrë paqshme, harrojeni. Edi Rama ikën në mënyrën që ka thënë Gramosruçi. Merë shikojeni atë, shikojeni dhe dëgjojeni intervistën e Gramosruçit lidhur me pushtetin. Si merret dhe si mbrohet pushteti. Vetëm ashtu. Besoni që diaspora mund të ndryshojë diçka, se pam që të shtunën pati masivitet në, po themi, protesta. Me diasporën, A duhet të përsëri diaspora? Me diasporën, në momentin që diaspora erdhi të mishte fjalën në protest, ai grupi atje i spionëve të shërbimit sekret shqiptar i ndaloi dhe gati sa surran, sepse nuk donin të lejonin që të binin fjalën në protest. Kishin ardhur burrat dhe djemtë e Shqipërisë, djemtë e nënave, kishin ardhur që nga Londra, që nga Amerika dhe nga gjithë Evropa, dhe këta surretët që janë aty që të drejtojnë atë të shqyquar forum, këta i ndaluan dhe gati sa surran. Më shtyn, më shkelën, do më dhe vetëm që të më rëzuan në tokë në atë moment, sepse situata u kryua shumë e rëndë, isha aty prezent, edhe ka filmuar. Dhe aty ai forumi vërtetoi veten që është antikombëtar dhe antishqiptar. Pra, edhe ato pika që kanë krijuar, që kanë hartuar ata për të rrëzuar Edi Ramën, ne nuk i marrëm parasysh. Ne duam që Edi Rama të shkojë në gjykat, të shkojë në gjyq, të jepet spakut, të jap llogari për të gjitha marrëveshjet që ka bërë. Duam që ajo gjykata kushtetuese, forumi po ju e njoftoi qytetarët shqiptarë që forumi i politikave të sigurimit kombëtar, që është një institucion legjitim me vull dhe me firm, ka kërkuar në gjykatën kushtetuese që të anullojë të gjitha marrëveshjet që ka bërë Edi Rama me Kushnerin e me atë vajzën e Trumpit, se në një ditë do na dërgojë dhe qenin Trumpi këtu për të dhënë urdhra dhe ne do t'i bindemi se është i Trumpit. Jo zotëri. Ne mikun e kemi mik, por në qoshe nuk e vë. Të ta di. Pra, që kanë bërë me diasporën, ky ishte një turp për ta, po shqyr u mbyll shpejt, u mbyll pa i dhënë ashtu media, pa i dhënë jehon media, se ai që një turp i jashtëzakonshëm, po që edhe një veprim përfaqësues autentik i atyre që dalin atje dhe flasin, dhe i pushtetit që kërkon të mbajnë me çdo kusht Edi Rama. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë falenderoj ty. Gjithë mirë.